الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. E falenderojmë Allahun e lartësuar, e lavdërojmë dhe madhërojmë atë, e njëkohësisht e lutsim që të na ruaj dhe të na mbroj nga veset dhe gjunahet tona. Atë që Allahu e udhëzoi në rrugën e drejtë, askush nuk mund ta humbë prej saj përveç tij, dhe atë që Allahu e humbi nga rruga e drejtë, askush nuk ka mundësi ta udhëzojë në të përveç tij. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut, i cili është Zoti i vetëm, nuk ka të barabartë dhe as të ngjashëm me të. Ai nuk ka birë dhe as bashorte, nuk ka nevojë për ndihmëtar dhe as për ortak. Gjithashtu dëshmoj se Muhamedi alayhi salatu wassalam është rob i Allahut. Pra njeri si të tërë njerëzit e tjerë, nuk ishte mbi njerëzor dhe as hyjnor. Por Allahu i lartësuar e përzgjodhi atë dhe i ngarkoi atij misionin e lajmëtarit nga Zoti i tij. Prandaj e lutim Allahun e madhëruar që salavatet dhe selamet e tij, lavdërimet, mirësitë, bekimet, faljet e tij të jenë për profetin ton Muhammed, familjen dhe sahabët, shokët e profetit, por edhe për të gjithë besimtarët e tjerë musliman deri në fund e në vijim. Xhamati i nderuar, bindja, devotshmëria ndaj Allahut është çelësi për të hyrë në xhennet dhe është mburoja më e fortë nga zjarri i xhehenemit dhe është plaçka më e mirë me të cilën ti do ta marrësh nga kjo botë dhe do të takohesh me Zotin tënd. Mirësitë e Allahut të lartësuar ndaj nesh janë të shumta. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Edhe çdo mirësi që ju keni, e keni vetëm nga Allahu. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. E nëse ju do të përpiqeni t'i numëroni begatit dhe mirësitë e Allahut, nuk do të mundeni. Dhe çdo njeri është i begatuar dhe është plot mirësi nga Zoti i tij. Dhe mirësia dhe begatia nuk është vetëm ana materiale, të kesh pasuri, të kesh mall e tjerë, jo. Ndër mirësi dhe begatit e mëdha është edhe shëndeti. Thot Allahu i lartësuar, Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana. Zoti ynë na jep neve të mira në këtë botë, na jep të mira edhe në ahiret. Thonë disa nga komentuesit e Kur'anit se kuptimi me fjalën të mira në këtë botë është shëndeti. Është shëndeti. Dhe shëndeti është nga mirësitë më të mëdha, pa të cilën ti nuk arrin ti përjetosh, ti gëzosh, ti shijosh plot mirësi të tjera. Thot profeti Muhammed alayhi salatu wassalam, men asbaha minkum aminan fi sirbi, mu'afan fi jasadi, indahu qutu yawmi, faka'annama hizat lahu ad-dunya. Ai i cili gdhin, i qetë, i sigurt në vendin e tij, i shëndetshëm në trupin e tij, pa sëmundje, edhe ka ushqimin e asaj dite, pra jo të një javë, të një muaj, si që kemi në dollapët e frigoriferet e tjerë, të asaj dite
Thot profeti alayhi salatu wassalam, është sikur të jetë dhënë tër dynjaja. Është sikur të jetë dhënë tër dynjaja. Dhe nuk e ndjen më mirë vlerën e shëndetit dhe rëndësinë e tij se sa ai që është i sëmur. Sa të pasur ka, shumë të pasur, që do dëshirë, por të sëmur, dhe do dëshironin që të jepnin gjithçka nga ajo që kanë prej pasurisë materiale, vetëm e vetëm të kishin shëndetin e njeriut edhe pse i varfër. Dhe shëndeti duke qenë se është mirësi e madhe nga Allahu, është edhe amanet. Ti duhet ta ruash shëndetin e trupit tënd. Edhe Allahu i lartësuar ndaloi muslimanin nga disa produkte që janë të dëmshme për trupin dhe shëndetin e tij, siç është alkooli, mishi i derrit. E ndaloi nga disa veprime që janë të dëmshme për shëndetin dhe trupin e tij dhe konsiderohen nga mëkatet në fe. Por i vetëm kaq, kjo është një mirësi e madhe për të cilën ne do të japim llogari tek Zoti ynë, sepse ai i cili e jep shëndetin dhe e largon sëmundjen është vetëm Allahu i lartësuar. Mjeku dhe medikamenti janë thjesht sebepe, prandaj nuk lejohet të shpresosh tek mjeku apo medikamenti mjekësor, dhe as të mbështetesh tek ato, dhe as ta presësh shërimin prej tyre, por vetëm nga Allahu i lartësuar, krijuesi i mjekut dhe diturisë që ai ka dhe i medikamentit. Thot profeti alayhi salatu wassalam, la tazalu qadamu abdin yawm al-qiyamati hatta yus'al. Nuk ka për të lëvizur këmba e njeriut në ditën e Kiametit derisa të pyetet dhe përmendi ndërto wa an jismihi fima ablah. Dhe për trupin e tij si e përdori, si e konsumoi, si e harxhoi ai fuqinë e tij. Thon dietarët, do të pyetet për shëndetin e tij. Do të pyetet për forcën, energjinë fizike të trupit të tij. Si e përdori ai atë? A ishte mirënjohës ndaj Allahut të lartësuar? A e ruajti atë? A e përdori atë aftësi fizike që kishte për shëndetit, fuqisë e tjerë në gjëra që kënaqin Allahun, apo e shfrytëzoi në gjunafe duke kundërshtuar dhuruesin dhe begatuesin e tij? Dhe Allahu i lartësuar në Kur'an thot në një ajet të shkurtër, por të rënd në atë që ai përmban, thumma latus'alunna yawma idhin 'anin na'im. E ju më pas atë ditë, në ditën e Kiametit, do të pyetini për begatin. Për begatin. E solli Allahu i lartësuar në numrin 1 në mënyrë që të përmbledh dhe të përfshijë të gjitha begatit që ai ja ka dhënë robit të tij. Ne e dim vlerën e shëndetit, por kur njeriu sëmurët e kupton akoma dhe më mirë rëndësinë e tij. E megjithatë, profeti alayhi salatu wassalam ka treguar se jo të gjithë njerëzit e ruajnë rëndësinë dhe e dinë vlerën e shëndetit të tyre, por shumica e njerëzve janë të shkujdesur ndaj kësaj begatie të madhe. Ni'matani maghbunun fihima kathiru minan nas, as-sihhatu wal farag. Thot profeti alayhi salatu wassalam, në dy begati shumica e njerëzve janë të shkujdesur, janë të mashtruar, e kanë harruar vlerën e tyre, e kanë harruar qëllimin, dobinë dhe rëndësinë e tyre, dhe tha shëndeti dhe koha e lirë. Kur njeriu është i shëndetshëm, ai duhet ta shfrytëzojë këtë gjë për vepra dhe fjalë të mira që kënaqin Zotin e tij. Duhet ta përdor shëndetin, fuqinë fizike që ka për të përfituar, për të marrë sebepet që të përfitojë të mirat e Allahut të lartësuar, me qëllim që të mos i bëhet barë të tjerëve,
dhe as mos ta shoh lypjen si zgjidhje apo mënyrë jetese për të. Dhe Allahu i lartësuar na urdhëron neve që ta falenderojmë atë për mirësitë e tij dhe konsideroj një falënderim të tillë adhurim për të. Washkurullaha in kuntum iyyahu ta'budun. Prandaj adhuroni vetëm, prandaj falenderoni Allahun nëse atë e adhuroni. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril mu'minina min kulli dhanb fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.